Përshëndetje të dashur televizikues të televizionit Shpresa. Unë jam Klajt Miraçi, kryetari i intelektualëve Tiranës. Sot kemi të ftuar Aleksandra Koliçin, inxhiniere elektrike që ka ardhur nga Gjermania për të bërë pjesë e qeverisë teknike. Aleksandra, përshëndetje. Përshëndetje Klajti, përshëndetje të nderuar. Unë jam Aleksandra Koliçi, me profesion inxhiniere elektrike prej 12 vitesh në sektorin e energjisë elektrike. Mbasi kam mbaruar studimet në inxhinieri elektrike në Universitetin Politeknik të Tiranës, kam punuar për 10 vite në institucionin operatori i sistemit transmetimit të Tiranës. Duke kaluar shumë vite në këtë institucion për 10 vitesh, duke parë që asnjë lloj mundësie ty si individ, duke mos qenë pjesë asnjë partie politike, ishte e pamundur që ti të bëje karrierë dhe të zhvilloje njohuritë tua, duke u mënjanuar, kështu duke krijuar një frym dhe një politik jo për pro-intelektualve, por ata që ishin intelektual diheshin të mënjanuar. Kështu që përkeqësimi vazhdonte dhe unë e pash si mundësi të vetme të udhtoja drejt Gjermanisë me një mundësi pune shumë të mirë në kompaninë Siemens. Sigurisht, atje kushtet janë shumë të mira, por zemra gjithmonë është tek Shqipëria. Dhe kështu që unë e ndjej si moment historik rikthimin në atë dhe për të dhënë kontributin ton këtu. Çfarë mesazhi ke për të rinjt edhe çfarë do t'i tregosh atyre që dhe ata ta kuptojnë këtë mision dhe këtë që po bëhet për kombin ton dhe cila është ajo që ty të pruri këtuja që t'ia tregosh dhe të rinjve që ta shohin mundësinë që ke parë dhe ti? Ajo që më solli këtu nuk është se kjo është një parti politike, por ky është një mision për kombin, për Shqipërinë. Dhe unë i ftoj që të gjithë, ata që janë ndjerë, të mënjanuar, të gjithë ata që janë ndjerë të pavlerë, të paraqiten pranë zyrave, të marrin postet që ata meritojnë, të hapin krahët këtyre partijakëve dhe të thojnë unë vlej, sot është dita e meritokracisë. Ajo që unë do të shikoja dhe që do të bëja një ndryshim në vendin tim, në radh të parë është një përgjegjësi për menaxhimin e burimeve që Shqipëria aktualisht i ka. Një transparencë shumë të mirë duhet bërë të tregut të energjisë. Patjetër duhet shikohen politika zhvilluese për burimet të reja energjetike. Duhet përgatitet gjithashtu dhe sistemi energjetik për të ndryshimet e reja. Gjithashtu ne duhet garantojmë dhe një rritje të investimeve të huaja.